تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej o Zoti ynë Ti I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti, ku Allah na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Umdatul Ahkam dhe komentimin e haditheve që janë në të. Librit të autorit Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, I cili ka lindur në vitin 540 dhe ka vdekur në vitin 600 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdimin e temave të transaksioneve, jemi në temën që quhet Babul Hiba, do më thonë tema e dhuratës, ku ka përmendur autori disa hadithe. Dhurata gjithashtu është një prej formave të transaksioneve, për cilat ka rregulla dhe ligje në shariatin islam. Dhurata në shariatin islam ka disa lloje. Dhurata e përgjithshme, një prej tyre do të thënë dhurata e përgjithshme që kanë përmendur dietarët si për shembull dhurimi I cilës do të thënë prej të mirave të materiale, para ose kështu, ose falja e borxhit për shembull, ose sadakaja gjithashtu llogaritet si një prej llojeve të dhuratave. Megjithëse ka pak dallime mes tyre. Pastaj ka do më thonë, këto janë disa prej llojeve të dhuratave, mes tyre ka pak dallime. Kjo dhurata e përgjithshme që tham, është ajo që ka për qëllim njeriu të afrohet me dikon, ta përforcoj lidhjen, do më thonë, ta shtoj dashurinë mes dy vetave. Sadakaja, tham, është një prej llojeve të dhuratave, edhe ajo është dhurimi I një të mire materiale me qëllim të vetëm me qëllim të shpërblimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Ka një tjetër lloj të dhuratës që mund të jepet dikujt prej trashëgimtarëve, quhet atije. Do të thënë që s'ka shqip nëse përkthehet gjithashtu është dhurat ose dhënje. Do të thënë fjala atije është njësoj si fjala dhurat në gjuhë shqipe. Për shembull kur është njeriu I ka shenjat të fundit të jetës, do të thënë edhe I jep dikujt prej pasardhësve të tij dhe një pjesë prej pasurisë, do të thënë ja jep përpara vdekjes. Megjithëse kjo është e ngjashme shumë në shumë dispozita me testamentin ose porosinë, do të thënë testamentin pas vdekjes, edhe për ato kemi më vonë tema, do të thënë për rregullat e testamentit. Gjithashtu ka, si tham, dhurat e borxhit, do të thënë kur dikush ja fal
borxhliut, domethënë si dhurat, atë borxh që ja ka dhënë më herët, ja fal. E kështu, domethënë këto janë lloje të ndryshme të dhuratave. Mirë, po kur thuhet në përgjithësi dhurat, është për qëllim, pra dhurata e përgjithshme. Kur thuhet në përgjithësi fjala dhurat, është për qëllim ajo dhurat në kuptimin e përgjithshëm. Domethënë kur njeriu i jep falas, domethënë pra pjesë e definicionit është thotë temlikun fil hayati bila iwad. Domethënë të jepet diçka në pronësi dikujt duke qenë gjallë njeriu pa kompenzim. Domethënë, pra janë me rëndësi pjesë të definicionit. Do thotë dhurat domethënë të jepet në pronësi. Ti transferohet pronësia dikujt tjetër, duke qenë njeriu gjallë, sepse nëse ja jep atë pronësinë pas vdekjes, domethënë ka mundësi të jetë trashëgim, për shembull, ose mundet të jetë testament, shembull, ose të ngjashme. Por gjatë jetës, nëse jep dikujt në pronësi pa kompensim, pa pagesë, domethënë falas. Kjo është për qëllim fjala dhurat. Ka dobi të shumta, prandaj sheriati na ka nxitur, domethënë ka bamirësi, ka bashkëpunim, afërsi, dashuri mes anëtarëve të shoqërisë muslimane. Dhe për këtë shkak ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Domethënë jepni dhurata mes njëri tjetrit që të duheni më shumë, domethënë të shtohet dashuria. Edhe dhurata më e mirë është që jepet më të afërmit, do thotë burri gruas, gruaja burrit, ose anëtarët e familjes në përgjithësi, ose fëmijët, komshit njëri tjetrit, domethënë i dërgojnë dhurata. Të gjitha këto janë që shtojnë dashurinë. Ndonjëherë gjithashtu jepet edhe dhurat dikujt me të cilin ke pas hasmëri ose armiqësi, domethënë jepet dhurat për shuarjen e armiqësisë edhe për domethënë shndrimin e asaj armiqësie në dashuri. Do thotë ka dobi të shumta dhe për këtë shkak është edhe një prej llojeve të adhurimit. Domethënë nëse njeriu e bën këtë dhurimin e dhuratës, e bën për ta fituar shpërblimin te Allahu subhanahu wa taala, duke pas parasysh hadithin për shembull ose argumentet e sheriatit që nxisin për dhurat, atëherë do thotë fiton shpërblime të shumta te Allahu subhanahu wa taala. Këtu ka përmendur autori këtë hadith që transmetohet nga Omeri radhiyallahu anhu, i cili ka thonë hamaltu ala farasin fi sabilillah. Domethënë i dhurova një luftëtari, domethënë një kal për në rrugën e Allahut. Fa'ada'ahu alladhi kana 'indahu. Mirë, ai nuk u kujdes për ta, e humbi, domethënë jo i ka humbur kali, po e ka çu poshtë, domethënë kalin e ka dobësu dhe nuk e ka ushqyer, e ka lodhur e kështu me radhë. Fa'aradtu an ashtariyahu wa dhanantu annahu yabi'uhu bi rukhs. Edhe desha t'ja blej prap këtë kalin, domethënë pasi ja ka dhuruar dhe është bë prona e tij. Ja ka dhuruar që me të luftojnë rrugën e Allahut, mirë po pasi e ka çu poshtë, domethënë e ka humbur, atëherë desha ta blej prej tij edhe mendova se do ma shes lirë. Thot fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, edhe pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë si të veproj. Pra shikoni këto, shohim domethënë sa shumë hadithe ku përmendin sahabët ndodhit këtilla, në gjithmonë thonë e kam pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të veproj. Gjithashtu kishim nga Omeri radhiyallahu anhu më përpara për atë kopshtin ose tokën që e ka pas, edhe e ka pas tokën më të mirë që e ka poseduar në jetën e tij, dhe e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si të veproj me ta. Edhe këtu pasi e ka dhënë kalin në rrugën e Allahut,
ka dëshiruar ta blej prap, e ka pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo me të vërtetë mëson këtë edukat shumë të rëndësishme për të gjitha çështjet e jetës. Njeriu duhet të konsultohet me argumentet e shariatit. Do të duhet ta mësoj librin e Allahut, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ta di cila është më e mira të veprojë në atë situatë. Do të cila është zgjidhja ose cili është veprimi më i mirë për të përfituar sa më shumë, edhe për çështjet e jetës edhe për çështjet e fesë dhe ahiretit. Edhe ky është menhexhi i sahabeve. Pra këtij thuhet menhexh selefi. Do thënë rruga e selefit, rruga e sahabeve, që për secilën çështje kërkojmë argument ose orientim ose udhëzim nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nga rruga e sahabeve gjithashtu. Thot فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. Do thënë mos e bli dhe mos ju kthe sadakas që e ke dhënë, edhe nëse ta jep për 1 dirhem. فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه. Sepse ai që i kthehet dhuratës, do të thënë kthehet ta marrë prap dhuratën, është si ai që kthehet te e vjedhura e tij. Ose në transmetim tjetër ka thënë فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. Do të thënë ai që kthehet te sadakaja e tij, që ta marrë mbrapsht, do të thënë është si qeni që vjell, pastaj shkon edhe, do të thënë, lëpin të vjellurën e tij. Dhe në hadithin tjetër thot an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Pra hadith tjetër që transmetohet nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma thot se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qaihi. Do të thënë ai që kthehet te dhurata e tij është si ai që i kthehet të vjedhurës së tij. Do të thënë nga të gjitha këto hadithe, qëllimi është se pasi ta ketë dhuru një gjë, nuk lejohet të kthehet dhe ta marrë atë prapa përsëri, qoftë edhe me blerje. Do të thënë nuk lejohet të shkojë atij që ja ka dhënë një dhuratë dhe t'i thotë t'ja blej prap, ose t'ja marrë, ose thot ta dhurova këta, mirë po tash e ndrova mendjen edhe më kthi. Do të thënë nuk është prej edukatës mirë. Pra prej këtij hadithi përfitojmë, do të thënë se është shumë e pëlqyer që të jepet ndihmë për luftë në rrugën e Allahut. Edhe kjo është sadakaja më e mirë. Do të thënë se ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sadaka. Edhe është përmendur, do të thënë shpenzimi, dhënia sadaka në rrugën e Allahut. Do të thënë është përmendur në shumë vende në Kur'an, edhe në shumë hadithe, edhe janë përmendur ata që luftojnë rrugën e Allahut me pasuritë edhe me trupin e tyre ose me jetën e tyre. Ka njerëz që luftojnë me pasuri, do të thënë japin pasurinë e tyre që të ngrihet, yarhamukallah, që të ngrihet feja e Allahut, edhe ka njerëz që e shpenzojnë jetën e tyre, do të thënë për të shërbyer ngritjes së fesë së Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu këtu e shohim se Omeri radhiyallahu anhu i ka dhënë një luftëtari një kal. Do të thënë nuk e ka bërë atë kalin vakëf për xhihad, për rrugën e Allahut, por ja ka dhënë njënit prej atyre që kanë shkuar në luftë. Do të thënë prandaj sepse argumenti është që ai ka pasur mundësi ta shes prap atë kalin, do thotë edhe kjo është prej sadakas. Nuk është patjetër vetëm të jetë si waqf i përgjithshëm për në rrugën e Allahut, por mund të jepet dhurat ose sadaka një njeriu që
i shërben fesë Allahut, qoftë me dituri, ose me luftë, me trup, ose me fjalë, me çdo gjë që njeriu e ndihmon dhe ngre fjalën e Allahut dhe fenë e Allahut subhanahu wa taala, ndihma ndaj tij është sadaka për në rrugën e Allahut. Edhe ajo që është e dukshme, edhe për cilën është tema, se këtu ka ndalesë për blerjen e sadakas, ose këtë rast sadakas, në atë që ka vepruar Omeri radhiyallahu anhu, por në hadithin tjetër nga Abdullah ibn Abbas gjithashtu transmetohet se ndalohet kthimit e dhurata, po ashtu. Pra nuk duhet njeriu të dhurojë diçka si dhurat, ose t'japë sadaka, lëmosh, edhe t'i mbetet zemra e lidhur me ta. Edhe vazhdimisht ta mendoj se mos u nxitova, ose pse ja dhash, ose ta kisha shfrytzuar për kështu. Nëse e ka dhënë për Allahun subhanahu wa taala, duhet ta shkpute prej zemrës, jo ta ketë vazhdimisht zemrën edhe mendimin të lidhur me atë. Këtu nga ky tekst i hadithit kuptohet se është haram, njeriu ta kërkojë sadakan që e ka dhënë ose dhuratën që e ka dhënë. Edhe ky ka ihtilaf për këtë mes dietarëve, por shumica, xhumhuri janë të mendimit se është haram sipas tekstit të këtij hadithi. Përveç ka xhumhuri dietarëve kanë bërë përjashtim për dhuratën që ja jep prindi fëmisë. Lejohet që të kthehet dhe t'ja marrë prap. Nuk hyn, në këtë ndalesë, siç është në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin muslimin an yu'tiya al-'atiyata thumma yarji'u fiha. Pra nuk i lejohet njeriut musliman që t'jape një dhurat, pastaj të kthehet ta marrë atë, illa al-walidu fima yu'ti waladahu, përveç prindi që jep fëmijës vet. Ka mundësi që t'ja marrë dhuratën prap. Mirë, tema tjetër është babul adli bejna al-awladi fil atiyya. Drejtësia në dhurim ose dhënje ose shpenzim mes fëmijëve. Në këtë hadith që është në renditjen këtu 287 thot anin Nu'man ibn Bashirin qal tasaddaqa alayya abi bi ba'd malihi فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Transmeton Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu thot baba im më dha një pjesë të pasurisë së tij, më dhuroi, më dha sadaka një pjesë të pasurisë së tij. Kurse nëna ime Amra e bia Rawahas ka thënë nuk e pranoj këtë, ose nuk pajtohem me këtë dhënje, derisa të jetë dëshmitar për këtë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. Atëherë shkoi baba im te i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam që ta marrat për dëshmitar për këtë sadaka ose këtë transfer, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. Atëherë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha atij: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ A e ke bërë këta me të gjithë fëmijët e tu? A i ke dhënë njësoj të gjithë fëmijëve tu? A i ka thënë jo. Ka thënë ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Ka thënë keni frikë Allahut ose ruhuni Allahut dhe bëhuni të drejtë ose jini të drejtë mes fëmijëve tuaj. Faraja'a abi faradda tilka sadaqa. Atëherë u kthye baba im dhe e mori prap atë sadaka. Në transmetim tjetër, kur e ka pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i ka dhënë njësoj të gjithë fëmijëve, domethënë këtë që je duke ia dhënë Nu'manit,
edhe ai ka thënë jo, ka thënë fela tushhidni idhan fa inni la ashhadu ala jawr. Atëherë ka thënë mos më kërko mua të dëshmoj, sepse unë nuk dëshmoj, nuk bëhem dëshmitar për padrejtësi. Ose në tjetër transmetim ka thonë fa ashhid ala hadha ghayri. Atëherë ka thonë merr tjetër dëshmitar, do të thonë jo mu. Pra me kuptimin e njëjtë se unë nuk bëhem dëshmitar për diçka që është padrejtësi. Edhe ky tekst i hadithit, nëse nuk gaboj, kemi përmendur të al-Adab al-Mufrad. Ky tekst i hadithit tregon për rëndësinë e drejtësisë mes fëmijëve në secilën çështje. Pra ka ixhma të dietarët se drejtësia mes fëmijëve është e ligjshme në shariat, edhe në dhurata, edhe në shpenzime. Madje kanë thënë disa prej selefëve, edhe në puthje duhet të jetë i drejtë prindi ndaj fëmijëve të tij. Do të thënë, të gjithë fëmijët t'i puth dhe t'i përqafoj njësoj. Edhe kuptohet të shpenzoj për ta, të jap dhurata të barabarta. Sepse kjo është, do të thënë, drejtësia që i bën të gjithë fëmijët të ndjejnë se janë të dashur, ja bën zemrat më të pastra dhe i largon prej zilis dhe urrejtjes njëri tjetrit, do të thënë vëllezërit dhe motrat, do të thënë mos kenë urrejtje ose zili mes vete. Do thotë në përgjithësi kjo është e ligjshme, nuk ka dyshim, ka ixhma për ligjshmërinë e drejtësisë në dhurata, por disa dhe kanë shku edhe më tutje. Pra si tham, edhe në përqafim dhe puthje duhet të jetë prindi i barabartë ndaj fëmijëve. Por ka ihtilaf, a është obligim që t'jete për shpenzimin, a është obligim që t'jetë shpenzimi i barabartë, ose dhënia dhe harxhimi për fëmijët i barabartë. Disa prej dietarëve, pra si përmendet Imam Ahmedi, Bukhariu, Ishaq ibn Rahuja, Thauri, Sufjan al-Thauri edhe shumë prej dietarëve, do të thënë janë të mendimit se është obligim drejtësia në dhurata dhe është haram që të bëhet dallim mes fëmijëve ose të jepet diçka dikujt dhe mos të jepet të tjerëve, sipas kuptimit të dukshëm të hadithit. Kurse xhumhuri dietarëve janë të mendimit se është drejtësia në këtë rast, do të thënë është mustahab, është e pëlqyer, nuk është obligim. Edhe janë munduar të sjellin arsyetime të shumta për hadithin, por nuk janë arsyetime bindëse. Do të thënë hadithi tregon se është haram të jepet dikujt diçka dhe dikujt tjetër jo. Dhe shumë prej dietarëve që kanë thënë se nuk është haram, do të thënë po është e pëlqyer të bëhet drejtësi, janë mundu të arsyetojnë këtë hadith, por arsyetime që nuk janë bindëse. Padyshim se drejtësia gjithmonë, do të thënë kush e mëson Islamin, është se drejtësia është obligim në secilën çështje. Edhe drejtësia mes fëmijëve është prej obligimeve më të mëdha. Mirë po, duhet ta kuptojmë, si kanë thënë disa dietarë, që ka raste ku bëhet përjashtim. Do të thënë në përgjithësi, në esencë, prindi duhet të përpiqet dhe të jetë i kujdesshëm që gjithmonë të jetë i drejtë në çdo imtësi që shpenzon për fëmijët e tij ose që u jep, por ka raste ku ka përjashtim. Dhe një prej tyre kanë thënë, disa prej dietarëve kanë thënë se drejtësia mes djemve dhe vajzave duhet të jetë në mënyrë të barabartë, njësoj, do të thënë në shpenzim për ta. Por disa kanë thënë se duhet të jetë siç e ka caktuar Allahu në trashëgim. Do të thënë se pas vdekjes prindit, fëmijët trashëgojnë, edhe për trashëgimin do të flasim më vonë në mësimet e mëvonshme. Ka në trashëgim, do të thonë trashëgojnë meshkujt 2 herë sa është hisja e
femrave. Edhe për këtë shkak kanë thonë edhe gjatë jetës është e njëjta, mirë po. Allahu alem, do thotë në tekstet që flasin për dhuratat dhe për shpenzimet për fëmijët, nuk ka dallim të këtillë. Trashëgimi është temë tjetër, edhe për atë kur do të vi koha, do ta sqarojmë dhe do të shpjegojmë me lejen e Allahut. Pra, do thotë është obligim, përgjithësi, si thamë, për ka përjashtim në disa raste, kur është nevoja e domosdoshme. Për shembull, do të thonë ndonjëherë duhet të veçohet me më shumë shpenzim për ta. Nëse, për shembull, dikush prej tyre është smur, duhet, për shembull, i blien ushqime më të veçanta ose më shumë shpenzohet për ilaçe dhe për mjekimin e tij, ose është dikush i verbër, për shembull, njëri prej tyre, ose është me ndonjë invaliditet, do thotë ka shpenzime të veçanta që për të cilat bëhet përjashtime. Edhe kur janë fëmijë të rritur, nëse dikush prej fëmijëve ka më shumë fëmijë, do të thënë ka familjen më të gjerë edhe mundësitë më të pakta për përfitim, lejohet që prindi t'i ndihmojë më shumë se sa i ndihmon të tjerëve që kanë për shembull punë më të mirë ose kanë të ardhura më të shumta, ose është dikush prej tyre nxënësdije që ka shku të studioj për fenë e Allahut, edhe është, domethënë e kalon e le punën e dunjas për ta mësuar fenë e Allahut ose për të mësuar të tjerëve, atëherë lejohet prindi që t'i japë më shumë se sa të tjerë që janë në punët e dunjas, domethënë secili fiton për vete. Edhe këtë ka përmendur Imam Ahmedi, domethënë për çështjen e dallimit, domethënë këto aspekte. Ka thënë nuk ka la ba'sa idha kana li hajatin, domethënë nuk ka problem ose nuk ka pengesë nëse dallimi është për ndonjë nevojë. Wa akrahuhu idha kana ala sabili al-athara. Por është e urryer, domethënë Imam Ahmedi që ka thënë kur ka thënë e urrej, domethënë është haram. E ka pas me kuptimin se është haram nëse bëhet vetëm për ta dalluar dikën prej fëmijëve. Domethënë ndoshta dikën e preferon më shumë, edhe për këtë shkak i jep më shumë, kjo është haram. Por nëse duhet patjetër për shkak të ndonjë nevoje që u përmendën, atëherë nuk është haram. Pastaj ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah se ka dy lloje, do thotë ka fëmijë që kanë nevojë për shpenzim për ta, kur janë shëndosh dhe kur janë smur, atëherë do të thënë drejtësia është, do thotë fëmijët kanë nevoja të ndryshme gjatë kohës kur janë të shëndosh, edhe kohës kur janë të smur, do të thënë dallojnë situatat e fëmijëve. Atëherë drejtësia është që t'i jepet secilit atë sa ka nevojë. Do të thënë, për shembull, nëse njëri prej fëmijëve ka nevojë për syza, do të thënë, atëherë drejtësia është që atij t'i blihen syzat, kurse të tjerëve jo. Do të thënë, kjo është drejtësi, nuk është patjetër secilit t'i blihen syzat, do të thënë në këtë kuptim. Dikush mund të jetë që ka nevojë për më shumë, dikush për më pak shpenzim, do të thënë në gjendjet e smundjeve ose shëndetit. Dhe ka situata kur e kanë nevojën e njëjtë. Do të thënë edhe për ushqimin gjithashtu, do të thotë kur janë varet do të thënë prej organizmit të njerëzve, dikush ka nevojë për më shumë, dikush më pak, ose në kohë të smundjes dhe të shëndetit, do të thënë dallohen edhe ushqimi, edhe veshja, edhe kujdesi për ta, për shembull, edhe mi mbulu natën, nana, do të thënë, ndoshta ka më shumë nevojë të kujdeset për atë që është i smur në atë moment. Do të thënë këto aspekte lejohet, pra nuk është padrejtësi, që mos jenë krejtësisht të barabartë, po secilit sipas nevojës. Kjo është drejtësia, do të thënë që t'i jepet secilit ajo për cilën ka nevojë. Dhe lloji i tretë, gjithashtu del prej kësaj një lloj i tretë, kam thënë,
është kur dikush ka një nevojë të veçantë që nuk është e zakontë. Për shembull, i ndodh dikujt në një borxh i madh, ose i ka ndodhur në një gabim, për shembull ligjor, edhe ka një dënim ose mund të hyjë në burg ose kështu me radhë, tani shpenzimi për ta është nevoja e jashtëzakonshme, edhe për ta jepet më shumë. Edhe këtu gjithashtu nuk lejohet të kundërshtojnë fëmijët tjerë, sepse është, këtu në këto raste, pra ose në këto gjendje, rasti i jashtëzakonshëm. Edhe një temë tjetër, thot Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, babu hibatil umra, dhurimi i përjetshëm ose dhurimi i banimit. Në hadithin 288 thot an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qal قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjykuar që banesa ose shtëpia i takon atij që është dhuruar. وفي لفظ من أعمر عمرة فهي له ولعقبه فإنها للذي أعطيها. Kujt i jepet një vendbanim, i dhurohet ose lihet jetoj në një vendbanim dhe i thuhet që është për ta dhe për pasardhësit e tij, atëherë kjo banesë ose ky vend i takon atij që i është dhënë. La tarji'u ila alladhi a'taha, edhe nuk i kthehet atij që e ka dhënë. Li'annahu 'ata'un waqa'at fihi al-mawarith. Se kjo është dhurat, e dhënë që nuk bën pjesë në trashëgimi. Ka thënë Jabiri radhiyallahu anhu, innama al-umra allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul, kjo lloj dhuratës që e ka lejuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është që kur njeriu thot hiya laka wa li aqibik, kjo është për ty dhe për pasardhësit e tu. Fa amma idha qala hiya laka ma 'isht, nëse thot kjo është për ty sa ti je gjallë, fa innaha tarji'u ila sahibiha, atëherë i kthehet atij që e ka dhuruar. Wa fi lafdhin li Muslim, në transmetimin e Muslimit thot amsiku alaykum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lilladhi u'miraha hayyan wa maytan wa li'aqibihi. Ka thonë mbajni ato, mos i prishni, mos i dëmtoni, sepse kujt i jepet një vendbanim, ose ai vendbanim është për atë të cilit i është dhënë sa është gjallë edhe pasi ka vdekur dhe për pasardhësit e tij. Pra, besoj që është u kuptua nga të gjitha transmetimet se është për qëllim kur dikush ja mundson dikujt të banojë në një shtëpi. Dikush e posedon shtëpinë ose banesën edhe ja jep dikujt si dhuratë që mund të jetojë aty pa qira. Nëse i thot mund të jetosh këtu gjithë jetën, që me vdekjen e tij ajo banesë kthehet te pronari i parë. Po nëse i thot kjo është për ty dhe për fëmijët e tu, pasardhësit e tu, se është pronësim i plot ose transferimi pronësisë plotësisht. Pas vdekjes tij e trashëgojnë pasardhësit e tij dhe nuk kthehet te pasardhësit e atij që e ka dhuruar. Këta janë dy llojet kësaj dhurate të banimit, dhe ose dietarët i kanë përmendur 3, do thot. Një thot an tu'abbada ka qawlihi laka wa li'aqibika min ba'dik. Që të jetë dhurate përhershme. Kur i thot njeriu të është për ty dhe për pasardhësit e tu pas teje, që do të jenë, është plotësisht prona jote. Au tutlaq ka qawlihi hiya laka umraka au umri. Ti thot është e jotja sa të jem gjallë unë, ose sa të jesh gjallë. Është e jotja, shtëpia,
të thot, atëherë është me këtë kusht. Edhe xhumhuri dietarëve janë të mendimit se këto të dy lloje të dhuratës janë të saktat, ligjshmërisht, domethënë ligjërisht në shariat janë të sakta. Lloji i tretë thot en yashtarit al-wahibu ar-rujua fiha ba'da mauti ahadihima. Domethënë lloji i tretë që është i ngjashëm me llojin e dytë, që dhuruesi ta bëj kusht që kjo shtëpi të kthehet në pronën e tij pas vdekjes së njërit prej tyre. Domethënë ose kur të vdesë pronari i parë, domethënë e kuzon që kur të vdes unë i kthehet pasardhësve të mi, ose e kuzon që kur të vdesësh ti më kthehet mua dhe pasardhësve të mi. Domethënë atëherë ky është lloji i tretë. Domethënë këto janë disa prej llojeve të dhuratave edhe kuptimi i tyre. Mjaftojmë me kaq, domethënë pastaj vjen tema e asaj gjës të humbur kur gjendet edhe rregullat për të. Inshallah në mësimin e radhës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.